رسول الله حبيب الله رسول الله. يا عيد 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 بلغ أمتي وبلادي أزكى تحياتي وشوق فؤادي. يا عيد بلغ أمتي وبلادي أزكى تحياتي وشوق فؤادي. يا عيد بلغ أمتي وبلادي أزكى تحياتي وشوق فؤادي. يا عيد بلغ أمتي وبلادي أزكى تحياتي وشوق فؤادي. يا عيد 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 يا عيد. وانقل لهم يا عيد وصف مشاعري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد كل ضلالة في النار وبعد. Vëllezër të ndershëm, fillimisht falënderojmë Allahun Azza wa Jall, I cili na I mundsoi që të përjetojmë dhe këtë ditë madhështore. Lutim Allahun Azza wa Jall që ato ditë që kanë kalu dhe që na I ka mundsu që të adhurojmë Allahun Azza wa Jall, Allahu të jetë I kënaqur me ibadetet të cilat ja kemi kushtu. Ndërsa ato ditë që kanë ngel, ne lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu na I mundson që të japmi mundin maksimal që të përjetojmë natën më madhështore, më të çmueshme të Allahu Azza wa Jall, natën e Lejletul Qadr. Ndërsa vëllezërit tanë dhe motrat tona që I përcjellmi para ahiret në këtë muaj, para këtij muaji, lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu të mëshiron me mëshirën e Tij. Ne me emrin e Allahut Azza wa Jall do t'i thojmë disa fjalë mbi padrejtësinë e cila e ka mbush rrezullin toksor. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një hadith që na I ka nxjerr Abu Dharr al-Ghifari, transmetuesi nga Abu Dharr al-Ghifari, Abu Idris al-Khawlani, kur e tregon te këtë hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, u ul te gujza nga se hadithi është vërtet I madh. Prej haditheve kutsi që Allahu Azza wa Jall drejtohet robëve të Tij dhe I thot: Ja ibadi, inni harramtu dhulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharraman fala tadhalamu. Allahu Azza wa Jall I drejtohet robëve të vet dhe I thot: Ja ibadi, o robët e mi, padrejtësinë ja kam bën haram vetës time, gjithashtu e kam bën haram të ndaluar dhe për ju.
pra mos bani padrejtësi dhe zullum, nga se Allahu Azza wa Jall nuk I don zullumqtarët. Allahu Azza wa Jall thot në Kur'anin e Kerim: "Wa ma Allahu yuridu dhulman lil alamin." Allahu Azza wa Jall nuk është I kënaqur e as nuk e pëlqen që të I ban padrejtësi dikujt si për faqen e tokës. Po ashtu Allahu Azza wa Jall thot në Kur'anin e Kerim: "Ma yubaddalu al-qawl ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد." Pra fjalët nuk ndryshojnë te unë nuk jam zullumqtar që I baj padrejtësi robëve të Tij. Allahu Azza wa Jall ja ka fillu prej vetës së Tij dhe ka thonën: "Unë nuk I baj padrejtësi robëve të mi", pra dhe ato e kanë haram që të bojnë padrejtësi njëri tjetrit, apo t'i bojnë padrejtësi vetës së tyre, apo t'i bojnë tre padrejtësi Allahut Azza wa Jall. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me një hadith që e kanë nxjerr Imam Buhariu dhe Muslimi, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "El muslimu akhul muslim", besimtari është vëllau I besimtarit, la yadhlimu wala yuslimu, pra besimtari nuk I ban padrejtësi vëllavit të vet, dhe besimtari nuk e dorëzon vëllaun e vet. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ditën e Bajramit qëndronte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Mekë dhe I pyeti shokët e vet dhe I tha: "O vëllezër, a e dini cila ditë është kjo?" Shokët e pejgamberit Allahut tha heshtëm: "Menduam se do ta emërton me një emër tjetër." Tha: "Nuk është dita e Kurban Bajramit?" Tham: "Po ja Rasulallah." Tha: "E dinin cëllin muaj gjindemi ne?" Tha heshtëm: "Derisa menduam se pejgamberi Allahut do ta emërton me një emër tjetër." Tha: "Nuk ka Dhulhijja?" Tham: "Po ja Rasulallah." Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum bainakum haramun ka hurmati yawmikum hadha." Tha: "Pra ndëgjoni, pasi që jeni në Mekke, jeni në vendin e shenjtë, në muajin e shenjtë, në ditën e shenjtë, gjaki juaj, pasuria juaj dhe nderi juaj është I shenjtë dhe është haram që njeriu që cenon nderin, apo që merr pasurin, apo që der gjakun vëllau të vet, si që keni haram në këtë vend të shenjtë të dërni gjak, apo të mini pasuri, apo të cenoni nderin e juaj. Ai që është prezent, thale që përcele ati që nuk është prezent." Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një hadith të vërtet thot: "Ittaqu dhulm", runi zullumit, se çdo sen që hollohet kputet, vetëm zullumi kur trashet kputet. Për këtë arsye Allahu thot në Kur'anin e Kerim: "Innama as-sabilu ala alladhina yadhlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighayri al-haq, ulaika lahum adhabun alim." Pra ato që I bojnë padrejtësi, ato që I bojnë mizori si përfaqen e tokës, I bojnë padrejtësi njerëzve, bojnë zullum, thot Allahu Azza wa Jall, kanë dënim të dhëmshëm. Fjalori Allahu, dënimi dhëmshëm në kandarin e Allahut, vëllai dashur musliman. Pat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur filloi të tregon për zjarmin, tha: "Zjarri më I fuqishëm në dunja është një pjesë e 70 pjesëve të xhenemit, të zjarmit të xhenemit." Than: "Ja Rasulallah, me pas qenë zjarmi I xhenemit, sa zjarri më I fuqishëm në këtë dunja ku shkrihet hekuri, tha do të kish mjaftu dënim." Tha pejgamberi Allahut: "Zjarmi I xhenemit është la 69 herë, e pastaj ki zjarm ka met në dunja." Pra dhe 69 herë zjarmi I xhenemit më I fuqishëm. Pa ata Allahu Azza wa Jall na tregon në Kur'anin e Kerim dhe thot: "Wa ma lidh-dhalimin min ansar." Ditën e gjykimit zullumqtarët nuk do të kenë ndihmues që I shpëton nga zjarmi I xhenemit. Allahu thot, potenton Kur'anin e Kerim dhe tregon dhe thot: "Wallahu la yuhibbu adh-dhalimin." Allahu asesi nuk I don zullumqtar.
që gjithashtu Allahu thot në Kur'an i Kerim: "Wala tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun." Mos mendoni se Allahu nuk i ka në kujtesë, apo Allahu i ka harru zullumqtar. Mos mendoni se Allahu Azza wa Jall nuk i shef zullumqtar çka bojnë, po Allahu thot në Kur'an i Kerim: "Innama yu'akhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar." Tha i len për një ditë që kanë mushtang sit e njeriut prej frigës të madhe. Muhtina muqni'i ru'usihim, tha kokat i kanë lartë të përpjet, duke shiqut merret të ndryshme ditën e gjykimit. Tha dhe bebza e sinit nuk ka për t'i lëviz për shkak tronditjes së madhe. Wa afidatuhum hawa, tha zbrazën zemrët e tyre prej frigës së madhe në ditën e gjykimit. Pat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Inna Allah la yumli lidh-dhalimi hatta idha akhadhahu lam yuflithu." Allahu Azza wa Jall e lën një zullumqtar, e pret që të pendohet. Nëse ai nuk pendohet, e lën të mushet me zullum, që kur ta more mos ta ktheje më kurr. Për këtë arsye Allahu Azza wa Jall than në Kur'an i Kerim: "Wa kadhalika akhdhu rabbik idha akhadha al-qura wa hiya zalimatun inna akhdahu alimun shadid." Pra Allahu Azza wa Jall kur ta dënon një popull, apo kur ta dënon një fshat, apo kur ta dënon një shtet, apo kur ta dënon një qytet, Allahu Azza wa Jall mo nuk e kthen të mas. A ka rru popujt që kanë qenë para nesh? Allahu priti 950 vet për popullin e Nuhit që të pendohen, ti kthen Allahu Azza wa Jall. Kur ardh dënimi Allahut Azza wa Jall, nuk munden që të shpëtojnë prej dënimit Allahut Azza wa Jall. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Ittaqi da'wat madhlum." O ti që i ban pa drejtësi të qerve, o ti që se ke derë që han pasurin e qerve, o ti që fuqin tone për dorë terror kundra të doptive, o ti fuqishëm, ndëgjo pejgamberi Allahu çka thot: "Ittaqi da'wat al-madhlum." Rojo duas ati që i ban pa drejtësi, nga se mes ati dhe Allahut nuk ka perde. Mes ati dhe Allahut nuk ka perde. Edhe nëse a i cili i ki bon pa drejtësi zullumqtar, edhe nëse ash ati që i ke bon pa drejtësi jo musliman. Ndëgjoj këta hadithet pejgamberit Allah. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Thalathu dawatin mustajabat." 3 lloje të duave s'kthehen prap. E para, dawatul madhlum, ati që i kiu është bon pa drejtësi, Allahu Azza wa Jall ja hap dirk e qiellit dhe nuk ja kthen duan lutjen e ati prap. E dita, duaja babës që i bëhet ndaj fëmijëve, edhe kjo nuk kthehet prap. Pra rujo, baba apo nona po të bën dua, edhe nëse sot s'ka zonë, nesër 100% ka me zonë. Dhe e treta, duaja e udhëtarit. Këto janë 3 dua që Allah ka premtu që nuk i kthej pas. Transmeton Imam Tabarani në Kebir, tregon pejgamberi Allah: "Duaja ati që ju ka bon pa drejtësi, ngritet lart në qiell, takohet me ret, dhe Allahu Azza wa Jall e ndëgjon duan e ati që ju ka bon pa drejtësi dhe thot: Wa izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'da hin." Pasha madhnin time, pasha krenarin time, ka me të ndimu edhe nëse pak e vonoj me hikmet. Allahu betohen vetën e ti, betohen madhnin e ti, dhe thot ka me të ndimu, ka me të përgjigj, edhe nëse jo sot, po pak më vonë. Ndëgjoj këtë rast, na transmeton Imam Haytamiun Zawajir, tregon dhe thot një njeri, tha e pash një njeri
me një kra. Kraun të këputur prej në supë. Tha dhe i thonte, o jo musliman, kur mos bani zullum. Tha ju afrova ati dhe e pyta dhe i tha shka çështja jote. Tha po më shef me një kra? Tha po. Tha unë e njonit njëherë njëti kam bon pa drejtësi, edhe ai më ka bon dua dhe Allahu azza wa jall me njëherë ju ka përgjit. Tha unë e kam qenë polic e një mbretit edhe kam qenë në zullumqar. Tha kam kalu pran një fukaras, tha ishte kon peshkatar. Duke zon peshk, tha e pasht një peshk të madh e kishte zon, dhe i thash ma jep këtë peshk. Tha vallahi kam fëmijë të unë, s'kam shka mi qu për to kam dal me gjojtën peshk. Tha ma jep mu. Thash vallasën ta jep. Tha ja mora me fuqi, nga se ishtë në ndimtar i zullumqarve, rish në të dirë të zullumqarve, u autorizosh në prej zullumqarve, shpinën te me zullumqart më mbroshin, se kisha dërë, farë, për një peshk, one i pat në bon dhe qerve ma shumë, amo këti një peshk, mirë po i koshtoj ki peshk i shumë. Tha duke këthin shpitha më ka kafshu dishka në gishtin e madhë, thot nesrit ka fillu gishti me mo oj, edhe mu ka nëzi gishti se më po baj gjumë. Shkova në mjek, than ash infektu keq, nëse nuk e pret gishtin tash, ka me kalu infektimin do. Tha e prejta gishtin me ta pa një gisht. Nesër mirë, kaloj infektimin do. Edhe vazhdimisht tha e prejta dhe shuplakën, pas ta e prejta pejt e brili, e në fund e prejta deri në supat. E takova njonin dhe tha shka u bo me ti, për 2-3 dit me të shkuan dora. Tha ka ndodh me mu një ndodhi, tha ndëgjo, shpejton zito merë halalët, prej ati që i ki bon zullum, pasi që i tregova për çështjen e peshkut, tha se për ndrishe, copa Allahu azza wa jall ka me të bon. Tha ullum tova, deri sa e gjeta ata me një vend kur shkova të ajt. Tha ju për ula, ja pu tha kom dhe i thash, ma ban halal, se vërtet kam bon pa drejtësi. Tha kur më pon këtë gjendje dhe qkush je dhe qka je. Tha une jam a i cili ta mora peshkin. Tha halal masi Allahut pas ka sprovun këtë gjendje. Tha për Allahu na ban me dvet dishka. Tha unë në. Tha kur ta mora peshkin mos e bon edhe një doa. Tha po vallah. Tha qfar doa e më bon. Tha sho zoti ma, ki me fuqin tone që ja ki dhon, ma mur peshkun se ishte ma i dopë se aj. Tha o zoti ma, kalzoja pak ti fuqin ton, jepja një mësim prej fuqis ton. Tha alhamdulillah, që Allah s'ma boni, nasib me vdek, pa fuqin e Allahut azza wa jall mbi mizorët dhe zullumqarët. Ta ma boni Allah, se për ndrishe copa keshtu shku. Pra Allahu azza wa jall, edhe nëse e vonon Allah i dashër musliman, doan, loqen e ati apo asaj, që ju ka drejtu Allahut azza wa jall, ka trokit dirk e qelit, Allahu azza wa jall s'ja kthen bosh. Pa ata gjithashtu, na tregon me një ndodhi që ka ndodh para disa ditëve në Arabin Saudit. Na tregon një njeri i cili ka qenë biznismen i madh, edhe ka ardhur një plak të ai pasi që e kishte morë bruto një penzion të madh, edhe don me ponsu të firma e ti. Ja merr parat, e mashtron, manipulon, jep dokumente fals që grabit ati 100.000 euro. 100.000 euro ja merr, kur ven një dit që i ka shtim biznis me fitu. Tha qfar biznis, qfar fitimi, te unë e s'ke para, nuk e pruën të para. Tha si mora, unë e jam aj që këtë dit dhe këtë dit, që edhe dokumentet kur i verifikon, se dokumentet kejtë falë, mirë po të Allahu azza wa jall ki jo falë, edhe ki njerith i ka bo këti dua, që Allahu azza wa jall hakin e ati që këthen, dhe që merë prej zullumqarit. Tregon ki tasht, pasi që ka kalu treni,
pasi që është bo pak vonë, tha hina me një biznis të madh, tha e humba mbrana 3 muajve gjys milion. Gjys milion minus, a mo gafleti ma i madh se gjys milion. Harova se për çka, edhe vazhdoshnë, kejt të përpjet biznisit e radit, prej adit që veprova me ta manipulova, biznisit e poshtë. Val, qka ka? Kejt po punoj, kit e poshtë. Ende nga flet, ja kujton gruaja ati dhe thot, o filan, kujdes, nga se bashkëshortën e ti e ka pas të devotshëm. Ka thonë kujdes, se sini Allahut nuk flen, dhe sini ati që ju ka bon pa drejtësi nuk flen, edhe pse sinët e zullumqarve notën flen, ndërsa sirat dhe luqet dhe duat e atinve që ju ka bon pa drejtësi nuk flen. Ja drejtoj Allahut ankesën, e pa ditin gjikatën e Allahut, so prej me të drejt. Tha kaloj dhe 3 muj, edhe gjys milioni minus mirë po nga flet. Tha Allahu mi pa të dhonë 4 fmi, si kur bilbila me një ndeshje të trondit me 3 fmi vdesin, vjetë vetëm me një gjallë mujor që tash e ka. Tha pasim diqën, këto 3 fmi me një ndeshje për një dit, tha u ngrita prej gafletit dhe kuptova, se sigurisht doja ati që i kam bo zullum, ka rritën të Allahu Azza wa Jall. Tha i mora 100 euro, edhe fitimin ja ktheva, para se Allahu të ma merë edhe atë 7 mujorin. Pra Allahu Azza wa Jall është ai cili i don të drejtit. Para ta Sheikhul Islam Ibn Taymija e ka thonë një fjalë, që fjala e ti sot e kësaj dite përsëritet, thot se Allahu e mbizotron, e makam, e ban të ekziston një shtet jo musliman, nëse është i drejt dhe nuk e ban që të ketë jetë të gjatë, apo të mbizotron, apo të ekziston një shtet islam, nëse është i padrejt. Allahu nuk i don të padrejtit, pra Allahu Azza wa Jall në këtë manirë s'ka bo zullum. Hilafeti ka qenë, kur ja ka nisë për padrejtësi, Allahu e ka ngrit, për çkak padrejtësi se Allahu nuk pajtohet me padrejtësin, dhe Allahu nuk i don të padrejtit. Para ta ekzistimi dhe jetën më të gjatë në këtë botë nuk e kanë më të fuqishmit, po ekzistimin më të gjatë në këtë dunja e kanë më të drejtit. Allahu Azza wa Jall e ka ngrit tokën dhe qiellin me drejtësi. Allahu Azza wa Jall i ngrit të drejtit dhe i ul zullumqat. Pa ta ke kujdes, vllai dashur musliman, ke kujdes, nga se Allahu Azza wa Jall shiqon dhe Allahu ndëgjon luqet e atyre që ju kanë bon pa drejtësi. Allahu Azza wa Jall me vëmendje i ndëgjon. Gjithashtu transmeton dhe tregohet me një ngjarje, vllai dashur musliman, ndëgjoj se sa Allahu Azza wa Jall i don të drejtit dhe sa Allahu i përkran dhe i përgjigjet të drejtë, e në veçanti atyre që i bëhet pa drejtësi. Na tregon një njeri i cili thot prej Bagdatit hipën Doxhle në lumin Doxhle dhe hipëm nani. Tha ishmi 5 persona në ta, duke lundru ania, ishte koha e kthjell dhe nxehtë. Tha 4 shokët e mi fletën, tha unë e shiqojsh në ujin dhe duke lundru ania befas. Tha ngrit një peshk i madh kërcente, tentonte të hip nani. Tha dikur hipin anie, peshkun vetë. Tha e zunat peshkin, e shtina me një koftë të madhe të ujit, o zgjun shokët e mi, pasi ndëgjuan zgjun, dhe i thanë qka u bon, ka e zonë e këtë peshk, tha nuk e zonë, po erdhë vetë, tha po ban hajgare me neve, tha vajo vëllah, po vëllaj unë e tuke nejt, a i këcej dhe erdhë vetë, tha mirë pra, do të hesmi dhe pak, do të ndalë mu me një skaj, do të mledhmi zjarë, do të pjekmi, bashkarisht do të hapë. Ja pra, Allahu që është najtë qoj risk, hecën dhe pak dhe unalë. Unalëm në Bregdet, unalëm në buz të lumit, edhe zbritëm po kërkojmë krane një zarë me kallë. Hinëm mrena pak në bjeshk, qka me pa? I pom di njerës, njonin e kishin lidh gojen, edhe durt,
edhe kom afër ati një njeri i therrur i prem me një thik të madh. Subhanallah, ki lidhuri gjallë, ndërsa aj i therrur dhe i mitë. Tha shkum shpejt, e kapëm ata, e zgjidhëm dhe po thojnë qka çështja jo. Tha ma jepni një pikuje, nga se shpirti më ka arrit të arra e fit. I dha muj dhe i tham qka çështja ju. Tha une me këta që i peshifni para mu, ishmi hi por me njani. Une me ketë të therru afer meje, ishmi hi por me njani. Tha hetoj aj se me mu kam disa para, edhe u shoqnu me mu atë shumë, deri sa kur vetëm në këtë vend të pëshoj, më mur, më lidhi, më prangosi, më lidhi gojen, mor thikën e ati për të më therë. Pasi që me amur parët, tha vërtet me gjallë do të më lepsh, tha do të kortalis në prej ti. Tha mirë po, thika kishë qenë shumë e shpret, kër e kanë zerë, a i thikën, tha thika preki me një dek, edhe e therri ata dhe ro. Allahu Azze wa Jell, asha i cili i përgjigjet ati që ju ka bon pa drejtësi. Tha u therë dhe vdic parasive të mirë, tha po une qfar dobi ka me të mjesh, mrena në mal, i lidhur, edhe dishtë dhe shumë mirë se dhe unë, edhe disa qaste, edhe disa orë, dhe unë kam ju bashkan gjitë këty. Tha mirë po shpresën të Allahu nuk e umë, jo drejtohu Allahu, jo luta ati, që Allahu Azza wa Jell ta qonë diken, që të më shpëton. Allahu Azza wa Jell e qoj peshkun në nije për të shpëtu këtë të cilën ju ka bo pa drejtësi. Tregon ki njeri, u këthim të mormi peshkin, peshki kish kërci dhe kish ku në lumë. Tha e kuptum se peshku nuk ish arë që ne me ngron dhe risk, po peshku ish dërgu prej anës Allahut mesazh me i tregu të gjallëve se Allahu është i fuqishëm që dhe peshkun e dërgon për të shpëtu atë të cilën ju ka bon pa drejtësi. Allahu Azza wa Jell i don ato të cilët janë të drejt dhe nuk i don zullumqar. Për ata wala yahiqqu makru sayyi'ah illa bi ahli. Ato që i bëjnë kurthe, përfundimisht janë ato që kurthet i mbin bito. Ato janë të cilët kurthet i bin bito. Për këtë arsye, gjithashtu na tregon një gjallë, një student i cili thot, kemi qenë me një shok në shkollë. Ai shoku im ka qenë në majzgjuti në shkollë, e une kam qenë dembel, nuk kam mësu si aj, kam fillu me gjelozu, derisa jemi përlesh një ditë dhe thash, do të shif, do të mjef shmu. Ta kam shku qontën e ati, ja kam mush me drogë, dhe kam paraqit në polici, se a i punon me drogë. Erdhën policia, e arrestun dhe e burgosën, s'kish faja i farë, i bona pa drejtësi, edhe a i u burgos, dhe u lirova prej ati, klasa u bëshadit, karika ati u bëshadis, edhe mu të reni mu qelë, u bona ma zgonin klas. Me gjitha ta, diçka më prekte dhe më bërgoste në zemër, kaluan disa vite, dhe ju shlu prej burgu, tha unen me një ndeshje, tha e bo mu ndodhi një ndeshje, krau i gjatë mu paralizu. Tha pas ta i ndodhi dhe një, dhe krau i maj, mu paralizu me të në kolicë. Shkova të aj, të marë halalët, ma ban halal, se unë jam aj cili, të kam bon pa drejtësi, unë jam aj cili, ketë kur të kam drejtë. Tha nuk ma boni halal, dhe më tha vëllaj, s'kam lonë not, pa e trokit derën Allah, që Allah të akmirët në dunja dhe në khiret. Tha pra ja, unë i paralizum në kolicë, vetëm se ajo që më pret, të Allah Azza wa Jell është edhe ma e vështirë. Pra Allah Azza wa Jell, basi që nuk i dënë zullumqar, asesi nuk ka mundësi që ti ngrit ato dhe ti nderon, po gjithë një ka për ti përull, edhe pse Allahu Azza wa Jell nuk nëziton. Tawus ibn Kaysan, ndëgjë Allah i dashër musliman, se si Allahu Azza wa Jell ja pranon luqet e njerëzve të drejt dhe të sinqert, dhe si Allah
i nënçmon zullumqar, Hajjaj ibn Yusuf e Thaqafi, zullumqar i madh, vjen në Mekke të ban tavaf, e krin tavafin, i fal direqat, te maqami Ibrahim dhe ulet, kur e shef Tawus ibn Kejsani, tha ja ktheva kokën dhe i thash, Allahu të në çmovt në atë vend që je, Allahu të në çmovt në atë vend që je, Allahu kur mos të nderov. Ta vallai s'kan kalu vetëm disa qaste, ka një plak duke hecën, se ka ditë se është Hajjaj ibn Yusuf e Thaqafi, ka zonë thu dhe ka ra për mi Hajjaj. Tha edhe Hajjaji afriksu shumë për ati dhe për thot, as po mjeft mu, thot jo, nuk po të mjoft, thot për ka je, tha jam prej Jemenit, tha kane kini agje, administrator të Jemenit, na Jemen, ishte vllau i Hajjajit, tha e kena Muhammed ibn Yusufin, vllau në Hajjajit, zullumqarin si Hajjajit. Tha e kena një zullumqar si Hajjaj, plaku nuk me njef, se Hajjaj ibn Yusuf e Thaqafi, me ja thonë këtë fjallë, Hajjaj ibn Yusuf e Thaqafi ta i kokë, tha e kena vllaun e ti, Muhammed ibn Yusufin, zullumqar si aj, ose ja kalon ati, tha nuk e din se unë jam vllavi ti, tha po kush jeti, tha Hajjajit, tha mjeri ti edhe mjeri vllavi jot, tha mjeri ti e mjeri vllavi jot. Hajjaji tha si ma lave vllavin tem një men, tha e kam lon bark madh, nuk intereson në vit shka me shtin bark, tha s'po të ves për shnetin e ati, tha po të ves për drejtsin e ati, tha nuk e di se ati a shkon, a ajta shkon zullum, tha nuk e di, ati a shkon, a ajta shkon zullum, tha nuk po frikësh, se jetu full me Hajjajin, a e din kusha Hajjajit, dhe jetu full për vllavin e Hajjajit, tha emër e Hajjaj, a bashk me ndonë vllavi jot, se krenohet me ti ma shumë se sa, unë krenohen me Zotin tim? Ja, Hajjaj, a me ndonë se vllavi jot, ka mundësi të krenohet me ti, ma shumë se sa unë, krenohen me Allahun tim. Tawusin zonë si Ibn Abbasit, ta kur i ka thonë këtë fjalë, ki më drejt e përpjet mu ka ngrit flogë. Pra të drejtit, krenohen me Allahun. Hajjaji në komend, hec të ban tawaf, pa ta dhe njoni, kalon pranë Hajjajit, Hajjajit njoni a kish prish, Hajjaji e mbit edhe e gushdon, edhe i thot një njeri, o Zot i madh, mëshira jote e madhe në këtë dunjo, ndaj zullumqarve, po i ban pa drejtësi atyre që s'bojnë zullum. Thot o Zot i madh, mëshira jote, butësia jote, ndaj zullumqarve, po i bot pa drejtësi atyre të drejtëve. Këtë doaja, thot Allahu Azza wa Jall, ben me flet. Edhe natën e shef që ata që e ka gushtu në mor, e shef në gjennetin më të lartë të Allah, gjennetin më të lartë të Allah, dhe e pyet ata dhe i thot si arrit e këtë pozit, tha këtë pozit, tha arrita me sabër dhe durim, dhe me tortura që zhvilluan zullumqar ndaj meje. Dhe Allahu Azza wa Jall i përgjigjet atij dhe i thot, hilmi ala dhalimin, ahalla al-madhlumin fi a'la al-illiyin. Tha butësia ime ndaj zullumqarve, i boni të drejtë të jenë në gjennetin më të lartë. Se Allahu mu ju pasmod ditën e parë zullumqarve, s'kishin pas mundësi që ato të drejt me arrit shkallët më të lartë në gjennetin Allah. A kuptove tash, vllai dashur, pse Allahu nuk të përgjigjet ndoshta tije që tu ka bo pa drejtësi shpejt, se don Allah të ngritën gjennetin më të lartë. Dhe a kuptove pse Allahu Azza wa Jall zullumqar i len të cilët
të zhvillojnë tortura ndaj njerëzve, një kohë në një periudhë në këtë dunja që Allahu Azza wa Jall ti pastron të mirë të ngrin xhenet dhe ti fut ato në zjarr dhe ti ban banor të zjarmit për gjithmonë në ta. Pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sa që dilte prej shtëpis e bante një dua dhe thonte Allahumma inni a'udhu bika an adhlima au udhlam. O Zot më ruaj, o Zot më ruaj që mos t'i baj padrejtësi dikujt apo të mbohe padrejtësi. Pejgamberi Allahu nuk e thonte njëherë sa që dilte bi shtëpisë, o Zot më mbroj, më ruaj që mos t'ja jem prej atinve që baj padrejtësi, si mos t'a ban këtë dua, kurse Allahu thot në Kur'anin e Kerim innahu la yuflihu dhalimun. Zullumqart kur nuk kanë mundësi me kur sukses. Zullumqarve Allahu ja ngrit bereqet. Zullumqarve Allahu Azza wa Jall i dënon me ata që ja ka dhon, i robron pasurin që ja ka dhon, i robron postin që ja ka dhon. Pra Allahu nuk i don zullumqar. Derisa transmeton Imam Bajaqiu nga Ibn Abbas. Ndëgjoj këtë ngjarje të çuditshme. Ibn Abbasi na tregon dhe thot, ka qenë një bret duke hecë edhe e shef njonin me një lopë për dorë dhe i pëlqen bretit lopa, kur a vitët e aj kur e shef se kjo lopë po qitë ketomël sa 30 lopë. Edhe me veti mbreti thot, kjo lopë e cila qetë qumsh sa 30 lopë ka me jamor këti në fukaras, se nuk i takon kjo lopë qëtër kujt përveç e mbretit. E ban plan ki njeri që grabitet që i bojë zullum fukaras, sa 30 lopë një lopë, do që merë thot këtine, këtë lopë dhe s'do të ves. Vetëm që e ban muhabet me vetën e ti, vend ditën ditë me mor lopën, kur e melin lopa sa 15 lopë. Qumshin e ka pakun gjimës, e thirr atë fukaron zotnit e lopës dhe thot, a ban me dvet diçka, thot, urno, tha kjo lopë sot a ka kullot në atë kopsh ku gje ka kullot, tha pon qatë vend, tha e ka pi atë uj që e ka pi gje, tha po, tha s'ka mundësi, tha ka mundësi, tha s'ka mundësi, tha ka mundësi, tha zotnia i lopës e din ma mirë lopën, apo i huji, tha po si ka mundësi gjetë tomël qiti sa 30 lopë, kurse sot sa 15 lopë, tha kjo është për çkak se sigurisht mbretit i ka shku menja me pas këtë lopë në pragun e ti. Tha për ata Allahu Azza wa Jall e ka ngrit bereqetin, nga se Allahu e ngrit bereqetin prej zullumqar. Tha kur më tha kështu e vendosa mos me mur. Tha se më këshilloj, tha të nesit kalova ka aj, tha dhe për koha me lopën do të nalë ataj. Tha e meli lopën, prap e ka këthi tomlin sa 30 lopë. Tha mbreti subhanallah, Allah po ja nalë ka dhe lopës qumshtin, korten ton që mbreti zullumqar, ta shtin narin e vetë një lopë që sa takon. Qka flasmi për qetrën dunjos apo ahiretit, si Allahu Azza wa Jall e ngren bereqetin. Për këtë arsye, zullumin Allahu Azza wa Jall nuk e don, dhe Allahu Azza wa Jall asha i cili don të drejt, ato të cilët gjikojnë me të drejt, ato të cilët e mbrojnë dhe e dojnë të drejtin, nga se ai që ban zullum dohet me pas parasysh se ditën e gjikimit për zullumin dhe pa drejtsin e ti ka me pakujt shtrenjt. Dhe ditën e gjikimit nuk e pakun me dinar dhe dirhem, po ditën e gjikimit e pakun me më të shtrejtën, e pakun me gjennetin e ti. Ndonjë e këta ditë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që e ka transmetu Imam Muslimi, tregon pejgamberi Allahu dhe pyet dhe thot, e të drone menil muflis, a e dini cili është falementuas në ahiret? A e dini cili është falementuas muflis në ahiret? Ka thonë, ja Rasulullah, muflis është a i cili s'ka dirhem dhe dinar. Tha kjo është në dunja, në ahiret. Muflis është a i cili del për Allahut me namaz, del për Allahut me agjerim,
del për Allahut me zeqat, sadaka dhe të mirë. Mirë po këta e ka ofendu, dhe qetrit i ka mshu, dhe qetrit i ka bo zullum, tretit ja ka der gjak, të gjithë dalin për Allahut azza wa jall dhe thoj, ja Rab, na ka bo për drejtësi, na ka ofendu, na ka nënçmu, na ka ra, na ka der gjakun, dojmë hakin tonë. Dhe Allahu azza wa jall ja merë sevap, ja merë agjerimin, ja jep ati që i ka bon pa drejtësi, ja merë zeqat, ja merë sadakan, ja merë namazin, deri sa Ebu Jala transmeton, fillim, kër e ka po vetën në akiret, me atë sevape, ka thonë elhamdulillah gjenet li. Ndru në raport, shkun sevapet me shku gjenetin Allah, ende borgje ka. Allahu azza wa jall tha filan, ala se kila borgjat, ko i ke sevapet, s'ka janë shkrin, këtha e shpinën, i mirën gjunat ati që ja ki bon zullumin dhe ngarkohen shpinën tone, dhe pasi që ke shpresu me ken gjenet liru në zot hedhësh në zjarë. Kesh hadithi pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam për zullum qartë të cilët bajnë zullum dhe padrejtsin si për faqen e tokës, pa ata pejgamberi Allah tha dilloj të njerëzve nuk i përlan shefati pejgamberit Allah. Dilloj për njerëzve nuk kanë mundësi me qenë nën shefatin e pejgamberit Allah. Këto janë ato që e humbin këtë shans dhe këtë rast, ndërmjetësimin e pejgamberit Allah të humbin ditën e gjykimit. A din kush janë këto? Njani prej atinve, a i cili ban zullum, dhe i diti prej atinve, është a i cili e ka praktis dinin e ati. Për këtë arsye, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në ka tërheq vërejgjën, në të këtë kujdes, besimtari, mos të shfridzon bejen Allah, që të shkoqit një hak të huaj. Ka thonë pejgamberi Allah, men iqtata haqqu mri'in muslim bi yamini, faqad awjaballahu lahu an-nar wa harrama alayhi janna. Kush ban bej rrejshëm për ta morë një pjesë pasuris apo dunjas, Allahu haram ja ka bon ati gjennetin dhe ka bon banor të gjehennemit. Një njeri tha ja Rasulallah, tha edhe nëse anë pyqe një misvak, edhe për një misvak, tha pejgamberi Allahut edhe për një misvak, a i cili të ndonë me be, me shkoqit, me bo biznis, me fitu, vallaj më kanë dhonë që kaq, dhe vallaj më kanë dhonë të rak, vallaj s'ka me e mirë, dhe vallaj, pejgamberi Allahut, tha i cili ban be në Allah, një be në Allahun azza wa jall, për të shtin pronën e ti, një hak që nuk është i veti, edhe qoftë sa misvaki, një misvak, qoftë mpyqe edhe sa një gjelpon, tha Allahu azza wa jall, ja ka bo haram gjennetin dhe ka bo banor të zjarmit. Pat pejgamberi Allah, duke qenë i kujdesshëm që besimtarët mos qenë zullumqar, ta ndihmojnë vllaun e tyre që ju ka bo padrejtësi, dhe ta ndihmojnë dhe vllaun e tij që ban padrejtësi. Tha pejgamberi Allah, unsur akhaka zaliman au madhluma, pra ndihmoj vllavin tan, qof zullumqar apo qof që ju ka bo zullum. Tha ja Rasulallah, këti që ju ka bo zullum e kemi qarë, qish me ndihmu zullumqarin? Tha zullumqarin e ndihmon nëse ti e merë në dorë ata, kujdesesh nuk e len me bo zullum, e pengon prej zullumit, e ki ndihmu vllavin tan, se ke lon me bo zullum, që më bon helaq në gjënjo dhe në akiret. Kthehen musliman prej Etiopis, vinte pejgamberi Allah, pasi që banën i hijret në kohën e dopsis në Mekke, dhe pejgamberi Allah e pyet shokët e tij dhe i thot, a ban me më tregu pësha keni pa më të çuditshëm në Etiopi? A ban me më tregu cila ka qenë më e çuditshme që e keni pa në Etiopi? Tha po. I tregun shokët e pejgamberit Allah, tha ja Rasulallah, tha një ditë prej ditëve ishmi duke e nejtë, kaloj një gru, në kokën e saj e kish një enë me ujë, ka shku një gjallë pi për mas, e ka shti atë plakën,
i ka ra ena dhe ju ka thi. Tha pasi ju thi ena, plaka ju ka këthi këti gjalosit dhe ka thonë se ta'lemu ja gadar. Tha ki me pa ti, o ti manipulues, apo o ti gjalosh, kur tha gji, ke me pa, qka ke me pa? Thot idha wadallahu l-kursi, kur Allahu kursin e tin ditën e gjikimit ka me zbrit, wa gjemal awwalina wal akhirin, dhe i të bënd parin dhe të fundi, wa te kellemetil ejdi wal argjol, dhe folin duart edhe folin krat, dhe tregojnë se qka kanë bo, se ta'lefe se u fe ta'lemu emri wa emrak indahu gaden. Keme pa unë dhe ti qka ka me pron puna jonë mes meje dhe te në ditën e gjykim. Plaka besimtar, zdon me ngrejt do. Plaka thot, o ti mashtruas, o ti që ma bone këtë shërë, mes meje dhe teje, keme pa, kur keme pa? Tha keme pa, ditën kur Allahu Azza wa Jall ka me të but pari dhe të mrami, ka me zbrit kursin dhe ka me gjiku me drejtësi mes meje dhe te. Kun dëgjoj pejgamberi Allahu thot sadakat thumme sadakat. Tha pa wallahi të vërtetën e ka thonë, të vërtetën e ka thonë. Kejfe ju qaddisullahu qaumen la ju ukhadhu li daifihim min shedidihim. Si don një popull më ngrit, kurse ai popull pajtohet që zullumqart të bojnë pa drejtësi ndaj të doptëve. Si ka mundësi një popull Allahu Azza wa Jall me ngrit, kurse populli është razi dhe hesh, edhe zullumin pse shef parasive të tire, nuk ban ndryshim të zullumit. Si ka mundësi Allah me krenu dhe me ngrit një popull që nuk i del zot dhe nuk i del nkra, ati që ju ka bo pa drejtësi, po i del nkra zullumqarit. Ndëgjoj këta dith të madh të pejgamberit Allah që na transmeton Ibn Hibani dhe Sheikh Albani, ka thonë se hadithi është i mirë. Kë hadith është që ta trondit zemrën, vërtet zemrën e ati që ka grimës imani. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të urnot për një rob prej robëve të Allah që ti mshohen 100 kam gjike në varë, 100 shumje në varë, një rob prej robëve të Allah të Azza wa Jall, dhe i lutët Allah që Allah që lecon, Allah ja hek një të mshume 99, ja hek dhe një 98, ja hek dhe një 97, i lutët Allah, i lutët dhe i lutët, derisa Allah ja fal 99, dhe thot mshonja një të mshume në varë, ja mshojnë me leket në varë, ja mbushin plot varin me zjarë. Dhe pastaj i pyet Allahun dhe thot ja Rab, një të mshume e mbush varin tim për plot zjarë, për çka kjo e mshume? Tha për çka se një namaz e ke falen pa abdes dhe ki bon zullum. Për çka? Se një namaz e ke fal, ja që e ke lon, po një namaz një sesh dhe Allah që ke bon pa abdes, dhe për çka se ke bon pa drejtësi. Dhe për çka? Se ke bon pa drejtësi. Haki qerve është i madh. Ndëgjoni ju të cilët me një guxim me jo zërpu tokat e qerve. Ndëgjoni ju që esni në për dukoja dhe me një araç prej muslimanve të dop. Ndëgjoni për çka se ditën e gjikimit së sjell dobi as bolli as e vlod. Nuk sjell dobi se kam qenë komun, nuk sjell dobi se kam qenë parti. Ndëgjoj shërptorin e pejgamberit Allah, shërptori pejgamberit Allah e pregadit devën e pejgamberit Allah me dalku luft rrugën e Allahut Azza wa Jall në gjihad, duke pregadit devën e pejgamberit Allah i ven një shigjet prej armikot dhe vdes. Dhe sahabët thojnë i lumt, lumi ke që e fitoj shahid lëkin, hamdulillah që e fitoj shahid lëkin. Tha pejgamberi Allahut, ja,
s'ka shahid lëk për ta. Ala gjibja e ti është nxehtë, luftën e Khajberit që e ka morën para se munda pasuri. Ala gjibja e ti është nxehtë. Kirop kish shërptor, luftën e Khajberit e kish pa një guj, apo një elek, apo një palto, para se munda pasuria mes muslimanve kish vesh. Për këta tha pejgamberi Allahut, ja Allah s'ka shahid lëk dhe gjennet për ta. Çka kanë mi thonë ato të cilët berëm që kaq, po t'jep që kaq, berëm që kaq, ta jep këtë dokument, bere këta dhe bere. Çka dojnë mi bo popullit? Dojnë me apit gjakun, pasi që populli shkret, i cili ka met këtë gjendje, edhe dojnë pastaj gjennetin e Allah. Merni hallalëke, këtheni zullumet, të aki njerëzve para se, dilni për Allahut azza wa jall. Kur tha pejgamberi Allahut kështu, erni njeri te pejgamberi Allahut, tha ja Rasulullah, këtë misvak e ka mor para se të ndot pasuria e muslimanve. Tha vallahi edhe ki misvak ka ban varin val të nxehtë. Misvak. Mos flasmi për ato të cilët rrugët e muslimanëve i asfaltojnë me 3 santin, pasi që të shkaputin fond për 30 santin. Mos flasmi për ato vjedhje, korupcione të ndryshme të cilët wallahi zbardhët flokët e muslimanëve kanë vallë dojnë me vel, kanë dojnë me grabit, aval, vetëm korrizi fukarave, ju ka me të sinit e ato, për me pozit kera të ndryshme dhe saltanate, nuk kanë frikë Allahun azza wa jall, nuk kanë frikë yawma yaqumun nas li rabbil alamin, ditën kur dalin për Allahut azza wa jall. Ndëgjoj e këtë ngjarje që në transmetot nga Said ibn Zeid i përgëzuar me gjennet. Arwa e bia Uwaisit e bën një ankes të Mirwan ibn Hakem dhe akuzon Said ibn Zeidin se një pëllom e ka shtim me gjennevet të megja e Arwas. Efton Mirwan ibn Hakemi, Said ibn Zeid thash ka thu, tha subhanallah, a e ban more Said ibn Zeidi këtë pun? A e ban Said ibn Zeidi pasi që e kanë dëgju pejgamberin Allahut? Tha çka e kanë dëgju pejgamberin Allahut? Tha pejgamberi Allahut ka thonë, ai cili e merr një pllom tokë të hujen, 7 kat tokë i varën qaf ditën e gjykimit. 7 kat tokë i varën qaf, tha ditën e gjykimit. Mirwan ibn Hakemi tha s'pot lipi më argument, mjafton ke hadith, pra musliman i tutën Allah. Këshiri ka tunat fshatrat e muslimanve e kupton imanin e tërë. Këshiri sa i kanë shti rrugë, shtiki plemën, shtiki arën, shtiki ta, s'ka në ku me kalu, as kafshë mos flasmi a ki parsish makin apo kërë. 7 kat tokë i varët zjarë xhenem, në qafat e tyre, për çdo ditë ka 50.000 vetë, pa mbarim ditën e gjykimit, për grabitjen e një pllomës, një santinit, 1 milimetr. Said ibn Zeid, kur e pa se ju bon kja akuz e madhe, tha oj plak, masi ma ke bon këtë pa drejtësi, po ta bajnë një dua. Tha Allahu mos ta mor shpirtin pa ti që rusit dhe pa u konën toka jote varriot. Transmetuesi Urvet ibn Zubayr tha e kam pa këtë plak, u pa të qëru, hecke për muri duke e prek, derisa ka i në orën e vetë, e ka pas një bunor, 40 dhe varri saj ka qenë bunori saj. Allahu azza wa jall i don të drejtit. Ndëgjoj që transmeton Jabir ibn Samra, akuzohet Saad ibn Abi Waqqas. Saad ibn Abi Waqqas, përgjesi Omer ibn Khattabit në Kufa në Irak. Vinë disa mengjelet prej Kufës. A i bojnë ankesën të Omer ibn Khattabit. Qfar akuze i bojnë Saad ibn Waqqasit? Tha s'po din me na i fal namaz,
S'po din tha me na I fal namazin e jacis. Pse ja Saad ibn Waqqas po din? Tha se pesgat direqat e par e direqat e fundit pak pe shkurton. S'pe ban njëjt. Saad ibn Waqqas I tha ja Omar, tha vallahi tha ja kam fal namazin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tha ja kam fal, tha namazin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po Omer ibn Khattabi tha vallahi kjo është mendimi im ndaj teje ja Saad ibn Waqqas. Kjo është mendimi im ndaj teje ja Saad ibn Abi Waqqas. Tha po Ammar ibn Jasiri tha në ti dale atyrve imam edhe qoj Muhammed ibn Mesleme edhe qoj një njeri të banhetimet shkuan në Kufe derisa I pyti çdo xhami çka mendoni për Saad ibn Waqqasin, tha valla nuk dim vetëm se mirë, derisa erdte një xhami Beni Abbas u çun një njeri që e quajten Usame ibn Qatadah, edhe tha masi po pyetni tha unë do të flas. Tha ki Saad ibn Waqqasi tha është njëri I cili nuk del në luftë, e akuzojnë trimni, nuk don me drejtësi, e akuzojnë pasuri, edhe nuk don me drejtësi, edhe nuk ban drejtësi, e akuzojnë din. Saad ibn Waqqasi o I dhru, kur e ndëgjoj se pe I bat pa drejtësi, tha vallaj, ka me ti bat 3 doa. Edhe kur ja boni doan, u tut Saad ibn Waqqasi se po ban pa drejtësi. Pa ata shi qoh qfar doa I bon. Tha Allahumme in kana abduke hadha kadhiban. O Zot, nëse ki robi jot është rëncak, ka merjaen wa sum'aten, e ka thot këtë fjallë vetëm mu tregu dhe për si faq, nuk e ka thonë për drejt, nuk e ka thonë për ty, nëse ka thonë për Allah, këto duat mos ta zonë këtë njëri. Tha po nëse se ka thonë për Allah, tha do t'ja bajnë 3 doa. Tha fe atil umra, zgjatja jetë, ma kuzoj mu e një, gjithashtu zgjatja jetë. Wa atil faqra, shtoja fukarallakin, wa arridhu bil fitan, dhe sprovoj. Tha Allahu Azza wa Jall ju përgjith Saad ibn Waqqasit. U bo plak derisa I ran vetlat, kimet e vetlave aq plak. Aq fukara ka më zbathur, edhe Allahu e sprovoj gratë dhe vajzat që hesin rrug I ngacmonte me kejt pleçnin që e kishte. Dhe thonte, më ka zonë doaja Saadit, më ka godit doaja Saadit. Pra vllai dashur, mos ban pa drejtësi se Allahu Azza wa Jall është I drejt. Ka qenë një inspektor në Egjipt që I ka torturu musliman. S'ka besu në Allahu, derisa të torturum kër e kanë përmen Allahu, runa Zot, ka thonë bere dhe Allahun të burgos. Allahu Azza wa Jall, para disa viteve, e ka boj bret, duke kalu në rrug, ka kalu një shleper, me veti ka pos armatura, kejt armaturat Allahu Azza wa Jall në trupin e ati, I ka futën kanë dalë që të non, gjenazën e ati me dane, copat copa, e kanë coptu, e kanë shti me një kofon, kanë shku në gjami sa pun me hinë gjami. Allahu ja ka bo haram që të hinë gjami dhe ki quat Hamzetul Besjuni. Allahu Azza wa Jall ja shtof torturat dhe ja shtof dënimin, zjarmin e xhenemit, si që I ka torturu musliman. Pa ata Jezid ibn Hadim I thonte, ma hip të shejen, si jam tut prej askujt ma shumë prej ati që I ka thonë, mes meje dhe tije. Allahu Azza wa Jall, Kabel Ahbari ka thonë, Omer ibn Khattabit, wailun li sultanil ardi, min sultani sema, mjeri mbreti, qeveritari tokës, ndaj mbretit apo qeveritarit të qiellit. Omer ibn Khattabi e shtonte dhe thonte, përveç ati që ka frik Allahun Azza wa Jall, një njeri, Sulejman ibn Abdul Malik, ishte në mimber, në njeri, I tha, ja Sulejman, tha tut ju ezanit të ahiret. Zripi Sulejman ibn Abdul Malik dhe I tha, cili është ezani ahiretit? Tha, ezani ahiretit është ki,
فأذن مؤذن بينهم اللعنة على الظالمين. Ditën e gjykimit ka mund ngrit një ezan. Cili ezan? Ezani cili ka mund ngrit, Allahu ka me porosit, me bërtit dhe me ngrit zanin dhe me thonë, mallkimi Allahu qoftë mbi zullumqtar. Mallkimi Allahu qoftë mbi zullumqtar. Lusim Allahun Azza wa Jall që Allahu të na ban prej atinve të drejtëve. Lusim Allahun Azza wa Jall të na ban prej atinve të cilë morim halallak, ndaj atinve që kemi bon pa drejtësi para që dalmi para Allahut Azza wa Jall, et na i morin sevabët. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin wa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. يا عيد 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 سبحان الله والحمد لله ولا